Kam në dorë pakon më të bukur ever. Jam shumë excited për këtë pako, sepse unë kur nuk kam patur mundësin të kem një gloss shqiptar. Në glossi quhet Bella Plum Gloss, është nga këto glosset që të fryjnë buzët. Unë në fakt jam shumë kundra bërjes së buzëve te vetja ime, jo te të tjerët. Pra jam shumë okay kushdo që t'i bëj, por te vetja ime kam pak frikë dhe unë i kam buzët shumë të holla. Dhe duke qenë se dua të qëndroj sa më larg make-upeve, dita ditës dua t'i largoj nga rutina ime dhe pse kush më njeh e di që lyhem rrallë, nuk lyhem çdo ditë. Mora këtë glossin që ti kem buzët pak më të plota dhe ndërkohë kam marrë nuancën e të i dukshme, pra pa ngjyrë. Kam marrë nuancën Bird of Paradise, ndërkohë janë dhe dy nuanca të tjera, Raspberry dhe Pomegranate, që janë me nuanca të holla. Njëra është me nuancë rose dhe tjetra është me nuancë pak më të fortë, po që ngjan të shumë e bukur. Unë këtë e provova dhe kur e mora, domethënë provova një tjetër, që ta kisha iden pak a shumë se si qëndron në buzë. Kjo deri në 3 deri në 5 minuta jep atë efektin plumping te buza. Nuk diqte shumë, kjo të paktën, sepse dy të tjerat më tha vajza që djegin akoma më shumë. Është shumë elegant dhe shumë luksoz në pamje. Bella Plum Gloss e gjeni në Instagram dhe në TikTok, do t'i bëj tag të dyja, domethënë do bëj tag këtu në TikTok dhe ndërkohë do them dhe emrin e saktë po në caption se si do ta gjeni edhe në Instagram. Glossi jep një efekt të menjëhershëm plumpi, ka një teksturë të lehtë që nuk ngjitet. Unë tani do ta provoj. Efektin e jep 3 deri në 5 minuta. Kështu që unë e provova dhe atë ditë dhe me thënë drejtën, ky diqte më pak se ato dy nuancat e tjera. Po ne e dim që sa më shumë të djegi, aq më shumë t'i fryjnë buzët. Është shumë i lehtë në fakt, shumë i lehtë në buzë. Edhe kjo që më pëlqeu dhe atë ditë kur e provova ishte që është shumë i lehtë dhe nuk është nga ato glosset ngjitse që krijojnë edhe atë shtresën nga brenda. Ky duket sikur s'ka vënë asgjë në buzë përveç se disa piskimeve. Edhe do shifemi pas 5 minutash për rezultatin. Ja ku jam unë pas 5 ose 6 minutash nga momenti që i kam lyer. Edhe vërtet i kam buzët shumë të hidratuara dhe shumë ndryshe nga që kisha më përpara, që nga perfekte dhe për përditshmëri dhe për evente. Është shumë i lehtë në buzë, zëre se s'ke asgjë. Tani do hedh edhe një foto si kisha përpara se ta përdorja dhe si i kam tani. Më shkoka shumë, e super sugjeroj.